Përshëndetje. Të shikojmë për këtë ditë të datës 5, data 5 korrik, ndikimet planetare që kanë bëjnë për këtë ditë. Sepse data 5 korrik kemi Neptunin, guvernatorin e ujorit, që shkon në retrograd në Dash. Retrograda e planeteve të ngadalshëm, sepse futet tek planetet që ecin ngadalë nga shenjë në shenjë, që zgjasin me muaj dhe me vite. Ndikimi tyre është aq i prekshëm sa të themi Mërkuri ose Afërdita. Meqense Neptuni është një planet i brendshëm, ai nafton të japim më shumë rëndësi rritjes dhe zhvillimit ton personal dhe të mendojmë më shumë për kuptimin e asaj që bëjmë. Bisedimet dhe korrektësinë që neve kemi dhe na ndihmon shumë për problematika që kanë ndodhur, për supozojmë kemi pranuar gënjeshtrën. Në një anë e dim që është gënjeshtër, por kemi pranuar. Neptuni në retrograd vjen dhe na mëson që duhet këtë gënjeshtër ta përgënjeshtrojmë dhe të themi që jo, kjo nuk është kështu, edhe pse për të respektuar, sepse ai që ta thotë të gënjeshtër nuk të respekton. Por për respektin që kemi, i thoni juve, neve bëjmë këtë gjë. Dhe kjo ndodh për një mijë arsye, si në fushën e gjërave të mëdha, në lidhje me çështjet e financave, në lidhje me vendimet dhe veprimet që mund keni, por gjithashtu ka të bëjnë shumë me çështjet e financave, ka të bëjnë shumë me ndryshimet që do të kenë tani tutje. Këta ndryshime rrënjësore në ekonomi, rrënjësore në vazhdimsi, rrënjësore në gjëra të mëdha që keni tani tutje. Por gjithsesi, kjo ka të bëjnë me vazhdimsinë dhe korrektësinë. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Tani, pa humbur kohë, futemi dhe flasim pak për sa i përket parashikimeve që juve kërkoni dhe në kërkim. Kjo faqe rose kemi këtu. E klikoni, e shikoni, zgjidhni paketën tuaj dhe numrin përkatës dhe jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viber, WhatsApp-it apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni të dërgoni mesazh për të marrë një përgjigje live, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë live përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, filloj me shenjat më radhë. Filloj me shenjën e parë që është shenja e Dashit. Për sa përket shenjës së Dashit, duket se Dashi tani në këtë periudhë ka një çështje që për shumë kohësh, jo vetëm se mërzitet ose ka pasur probleme të ndryshme, por themi që tani për tani një moment ose një kohë që është një kohë mjaft e mirë, është një kohë pozitive në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime të mëdha, por ka të bëjnë dhe me një çështje madhore që do thotë ekonomi, do thotë vazhdimsi, do thotë stabilizim, por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë në ekonomi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshore dhe me akrep duken të mbara, edhe pse me disa problematika të vogla keni për t'i zgjidhur. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Për sa i përket shenjës së Demit, duket se ndikimi që ka të bëjnë i Neptunit në Dash juve ju ndihmon disi për të zgjidhur çështje problematike. Është një mundësi mjaft e mirë, është një mundësi që ju jep korrektësinë, ju jep mundësinë për të zgjidhur çdo lloj problemi që keni në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e ndryshimeve të mëdha që keni tani atutje, dhe është pikërisht kjo kohë, është pikërisht ky moment ku do t'ju zgjidhni disa probleme në punën tuaj. Në çështjet shpirtërore, edhe pse keni pasur probleme të mëdha, por të zgjidhshme, është mundësia për sa përket çështjeve nga më korrektet në lidhje me dashurinë, ka të bëjë me luan, ka të bëjë me ujor, dhe është diçka shumë e mbarë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët. Për binjakët të duket se tani ka ardhur koha dhe momenti që juve t'i zgjidhni gjërat, sido që t'jenë punë, sido që t'keni
çështjet e financave, të bisedimeve, të ndryshimeve të mëdha që keni, momenti ku juve ju vjen nga njëra anë, është mundësia nga njëra anë, është koha dhe perceptimi i gjërave të mëdha financiare të biznesit, është një periudhë mjaft e mirë në lidhje me komunikimin, në lidhje me persona të tretë që do të ndihmojnë në këtë drejtim dhe është pikërisht koha juaj, momenti juaj më perfekt, më ideal i që ndonjëherë. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjatë që lidhen me takime pune, lidhen me vazhdimsinë, me korrektësinë, me ndikime të mëdha ekonomiko-financiare, është momenti i duhur për stabilizimin edhe çështjeve të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Dëm dhe me Akrep duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e gafores. Për gaforet duket se tani, edhe pse keni pasur mjaft çështje të pazgjidhura, problematike nga më të ndryshmet, po vjen një moment tani, është një moment mjaft i mirë për gaforet, sepse gaforet do të zhvillojnë dhe ndryshojnë shumë gjëra në fushën e karrierës së tyre, në fushën e biznesit, në fushën e mundësive të mëdha që ata do të kenë tani tutje, dhe është koha për të zhvilluar dhe ndryshuar çështjet nga më madhore që janë ndonjëherë. Kurse në çështjet shpirtërore, lidhjet afatgjatë, i them lidhjet afatgjatë sepse lidhet shumë me punën dhe karrierën, lidhet shumë me ndryshime të mëdha, ju keni tani tutje, momentet që janë tani në zhvillime dhe ndryshime, dhe jo vetëm, i keni të gjitha mundësitë, sepse gaforja asnjëherë nuk gabon në gjëra të rëndësishme, kurse në anën tjetër, në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur një problem me ndikimin e njëjve papritur që ka qenë me ujor, por do ta zgjidhni pikërisht tani sepse ndikimi i Neptunit jep një mundësi plus për të zgjidhur problemin që keni. Në çështjet shpirtërore, bashkim familjar, e keni me Akrep të ditëçit të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë Luani. Në lidhje me Luanët të duket se kanë disa mundësi tani tutje, kanë mundësi të arta në vazhdimsi, kanë mundësi që do i keni të gjitha periudhat që ndikojnë gjëra, por kjo ditë është ditë mjaft e mirë. Është e mirë sepse do të shikoni mbi zhvillimet dhe ndryshimet juve që keni pasur, sepse zakonisht që ta dini, është ditë e Saturnit. Ditë e Saturnit, ditë e shtunë, pra datës 5, thotë që momentet që vijnë nga dreka në vazhdimsi, përse përket karrierës 1, përse përket ndryshimeve 2, është koha më e mirë e mundshme për juve të kësaj shenje, sepse Luanët gjithmonë kanë pasur disa çështje, nuk e kanë të lënë në pezull, jo, se e dinë ata se çfarë bëjnë, dhe kjo është edhe koha dhe momenti më afatgjat dhe më i mirë i mundshëm i që ndonjëherë në lidhje me disa takime që do bëni, se këto janë takime, nuk janë takime rutinë, po janë takime të rëndësisë veçantë. Prandaj e keni mundësinë dhe mund ta realizoni. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse lidhjet me Dëm dhe me shikjetar duket të mbara, por me ujor është vetjeta, prandaj mos e lini pastore. Shkojmë tek shenja e radhës që është Virgjëresha. Çfarë ndodh me Virgjëreshën? Virgjëreshat tani në këtë periudhë nuk ka vend për të shqetësuar fare njerë, sepse Virgjëreshat vërtet i kanë të gjitha mundësitë, kanë të gjitha gjërat që të arrin majat, por Virgjëreshat marrin disa vendime të rëndësishme dhe në kohën që ndodhin fenomenet ose gjërat që ndodhin në kohën e dur, momentet që kanë bëjnë me ekonominë, me stabilizimin, me konkretizimin e një lidhjeje, është një kohë shumë e përshtatshme tani. Përshtatshmëria dhe ndryshimi që kanë të bëjnë është një moment mjaft i mirë stabilizues në ekonomi, stabilizues në gjërat që do të bëni, dhe është kjo kohë, është momenti më i mirë i mundshëm për gjithçka juve ju intereson në ekonomi dhe në stabilizim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dëm dhe me Akrep duken të mbara pak vëmendje me ujor të ditëçit të parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë Peshorja. Për sa përket shenjës së peshoreve, peshorët të duket se tani në këtë periudhë peshorët kanë si në nisma të reja, si në ndryshime, si në marrje vendime të rëndësishme. Në kohën e duhur i zgjidhin gjërat vetë dhe edhe pse me probleme, edhe pse kanë pasur disa keq kuptime, them që tani në këtë periudhë nuk është se kanë një problem për zgjidhur ose diçka që nuk shkon.
shkon gjithçka me te, sepse është një mundësi, është një moment mjaft i mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime që do të merrni, në lidhje me takime, dhe këto janë takime të rëndësishme për punën dhe për vendime që do të merrni tani tutje. Prandaj nuk mund të themi që ka diçka që nuk shkon ose diçka që mund të keni probleme. Për sa i përket peshoreve, në fushën e dashurisë kanë ndikime shumë të mira lidhje me dash dhe me gaforët e dhjetëdhjetit të tretë, që është diçka shumë e madhe, dhe me bricjat të dhjetëdhjetit të dytë, që është ndikimi më i madh i ndonjëherë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Për sa i përket akrepëve, akrepët kanë mundësi, kanë zhvillimin dhe ndryshimin, momentin e duhur për arritjen dhe kohën e tyre, dhe është një moment mjaft i mirë dhe çështjet që ata kanë, mundësitë që do t'u jepen, tani e tutje, mund të zgjidhin problemet siç duan ata, mund të zgjidhin problemet në një kohë rekord për ekonominë, stabilizimin, në vendet e ndryshimet të mëdha që kanë, momenti më i mirë i mundshëm, stabilizimi e shumë gjëra të tjera, është momenti më i mirë i mundshëm tani. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse kanë pasur disa probleme tani në këtë periudhë, probleme të zgjidhshme, sidomos me peshk dhe me gafore, është momenti më i mirë i mundshëm për sa i përket zgjidhjeve dhe lidhjeve afatgjat për juve të kësaj shenje. Sepse akrepët dinë çfarë bëjnë, dinë ku shkojnë. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shigjetari. Për sa i përket shigjetarëve, shigjetarët do kenë mundësinë e një ripërtëritje, mundësinë e një kohe të përcaktuar në çështjet e financave, në çështjet e biznesit, në çështjet e rivlerësimit ekonomiko-financiar, lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që kanë, dhe është momenti më i mirë i mundshëm tani e tutje. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe me akrep të dhjetëdhjetit të parë, që është perfektja, por një mundësi e ardhur duket se është me ujor të dhjetëdhjetit të tretë. Kjo ka të bëjë shumë me takimet dhe vendimet të rëndësishme që do të merrni tani e tutje. Është periudhë e mirë, është kohë e përshtatshme për të zgjidhur çdo lloj problemi që juve keni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë bricjapi. Për sa i përket bricjapëve, bricjapët duket se tani kanë disa mundësi shumë pozitive, sepse arritja dhe mundësia më e mirë në ekonomi dhe stabilizimi financiar bën që të jeni shumë korrekt me punën tuaj. Ndikimi që ka të bëjë tani në lidhje me punën, një çështje ortakria bëhet fjalë, por nëse keni ose lëvizje nga ajo firmë në një firmë tjetër për të bërë një punë tuaj, e bëni sepse është kohë shumë e mirë dhe është mjaft pozitive. Kurse në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gaforet e dhjetëdhjetit të parë dhe me dem duket të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë ujorët. Për sa i përket ujorëve, ujorët duket se në ndikimet që kanë të bëjnë për ditën e sotme të ditës së shtunë, sepse Neptuni, guvernatori juaj, që shkon në shenjën e dashit në retrograd, ka një ndikim shumë të madh në kombinim me Uranin, se është një ndikim sepse guvernatori juaj Urani në ndikimin me Neptunin, që janë në një farë mënyre ndikojnë shumë, për u jep një mundësi ama për të zgjidhur çështje problematike. Saturni, guvernatori i Bricjapit, Mërkuri, guvernatori i Binjakëve, pra gjitha këta bëjnë një kënd që ndihmojnë kur është Neptuni në retrograd, ora 10 me 11 e tutje në dash. Por gjithsesi, juve ju jep mundësi për të zgjidhur problematikat e punës apo dhe të dashurisë, sidomos në dashuri me Binjak dhe me Akrep. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë peshqit. Peshqit dashur, dhe edhe pse juve jeni shumë intuitiv, Neptuni në dash për juve nga njëra anë është në një shenjë zjarri dhe juve jeni shenjë uji, dhe Neptuni, guvernatori juaj që shkon në dash, ka një diçka që mund të ndikojë në disa çështje të mëdha në lidhje me financën, në lidhje me ndryshime, në lidhje me takime, në lidhje me korrektësinë dhe mundësinë që keni, por gjithsesi gjërat janë pozitive, gjërat janë aty ku duhet, dhe është mundësia më e mirë mundshme për të stabilizuar
dhe konkretizuar një lidhje, sidomos me binjak dhe me shigjetar, është diçka ideale, por me vjëqëresh edhe pse ka të bëjë shumë ishej tokë, ishej ujë, është diçka shumë e madhe, por në anën tjetër, në fushën e bashkimit familjar, përgatituni për dokumentacione se ka për t'ja vletër, është momenti më mirë i mundshëm dhe ndikimi më i mirë i që ndonjëherë. Këto ishin pak a shumë përse përket pikërisht datës 5 korrik të 2025. Por para se të ndahemi bashkë, unë kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për bashkim detajuar, kemi pikërisht të faqen e rostu astrologo.al, ku atje mund të zgjidhni paketën, si shikoni lart, mund ta klikoni atë foton e parë, e klikoni dhe më pas ju hapet pikërisht kjo faqe që shikoni tani ju atje dhe do të zgjidhni paketën tuaj dhe më pas shkoni te setaria. E zgjidhni paketën, e shikoni dhe më pas jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Por ju që doni në kohën që ne jemi live dhe doni që të dërgoni një mesazh, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e për të bëni subscribe, pëlqeni faqen, pëlqeni të gjitha dhe më pas dërgoni mesazhin për të marrë live përgjigje. Unë ju rregulla. Një shtunë të mbarë ju uroj. Gjithë mirat.